Një zjarr masiv ka përfshirë kodrat e liçenit të thatë në Tiranë. Zjarri, i cili ka nisur rreth orës 12, ka vazhduar për disa orë dhe ka djegur disa hektar ullishte e dru frutore. Intensiteti i flakëve ka qenë i madh për rreth një orë, ku gjatë kësaj kohe nuk është parë asnjë mjet zjarrfikës që do të bënte të mundur fikjen e flakëve. Nga banorët e zonës, të cilët bënin fikjen e flakëve me mjete rrethanore, thanë se ky zjarr mund të ketë qenë i qëllimshëm, pasi në këtë zonë është parë në lëvizje një njeri që ata nuk kanë mundur ta identifikojnë. Vatrat e zjarrit u përhapën në mënyrë të shpejtë, duke qenë se ato favorizoheshin edhe nga era dhe terreni i vështirë, pasi nuk kishte rrugë që të hynte mjeti me ujë. Në vend ngjarje ka mbritur më vonë policia dhe disa punonjës të zjarrfikses. Policia ka nisur hetimet për zjarrvënie të qëllimshme dhe pritet të identifikohet autori, ndërsa punonjësit e zjarrfikses kanë vazhduar luftën me flakët dhe vetëm pas një orë një botë zjarrfikës është parë në këtë zonë duke ndihmuar disi në neutralizimin e flakëve. Dëmi mendohet të jetë disa miliona lekë pasi u dogjën rreth 5 hektar ullishte. Kjo zonë është era e dytë që digjet brenda një periudhe të shkurtër, ku edhe herën e parë dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme.